Edhe pse nuk është më mes nesh, këngëtari Shpat Kasapi na ka lënë muzikën e tij si trashëgimi, me anë të së cilës do të kujtohet gjatë. Mamaja e tij u shpreh se kishte një vit që i kishte kuptuar se i biri nuk ndihej mirë. Bashkëshortja tha: "Shpati im ishte shumë i mirë për këtë botë", ndërsa këngëtarja Tuna bëri një betim publik. Ajo tha se nëse ndonjëherë djali i Shpatit do të ngjitej në skenë, ajo do të ishte aty për ta suportuar në çdo hap. Me lot në sy, bëri një betim se në çdo hap artistik të djalit të Shpatit, ajo do të ishte e pranishme për ta ndihmuar me të gjitha mundësitë e saj. Një detaj interesant për jetën pas skenës, Shpati e ka ndarë gjatë një interviste kur e kam pyetur: "A të kanë kërkuar ndonjëherë në dasma të këndosh serbisht?" Këngëtari ka thënë: "Po, më kanë kërkuar, por i kam thënë jo të prerë, nuk ka shanse në jetë. Edhe po të më jepnin miliona, nuk do ta bëja kurrë atë gjë. E vetmja gjë që askush nuk mund ta negocionte me mua është të këndoja serbisht." Madje një herë në një dasëm ka ndodhur që DJ vuri këngë serbe. Shkova te zoti i dasmës dhe i thash: "Hiqe me një herë atë këngë, nëse jo, po largohem unë nga dasma." I zoti i shtëpisë foli me DJ dhe ai ka ndryshuar me një herë repertor. Në të kundërt, unë do të isha larguar nga dasma pa u menduar 2 herë. Kjo intervistë e Shpatit ka treguar se pas atij djalit të qeshur ka qëndruar edhe shpirti i një patrioti të vërtet.